ana ekonomike, Osmani thot se gurbeti për të ka qenë shumë i rëndë. Jem shku në Zvicër, kom punu, për një jetë më të mirë, jem kone martum, kom pas fëmin, i kom shelë fëmin, do të vetë me shkuj. O ku jetë e rëndë. Gurbeti për mu, edhe sot më duket si është shumë i rëndë. O konë për mu shumë rëndë. Po vërfënia, skomja, o do të me përbalu edhe asajna. Shamo se me shku një shtet tjetër, pa ditë gjumë, pa ditë kur gjanë, shamo dhe milion familjen, këto është shumë rëndë. Edhe disa vjetë kom pënu, s'kom dasht me marë familjen, kër e kom po jetën që është atje. Kom pënu atje me kontribu në vend tem. Njërë se ne kom derdhe atje, por e ne kom prun këtë. Po, që aty e kom po një gabim të malë, që se kom marë familjen. Tash jam pendim i ranë. Tash i kam 7 fëmijë, asë tjesër kam nga 2 viti. Krejti kam në për Evropë. Edhe krejti kom qitë në zezën. Krejti kom pagu viza, me pakon vizë në regullë, për krejti në zezën, dikon 5.000 euro, dikon 4.000 euro, dikon 7.000 euro, kom ujtë me qitë me letra, me bo me thëmin, me shuqen, me krejt, për të e po jetën që është atje, diku i duket mirë, mu së më duket mirë atje. Nuk më dash me marë thëmin. Po e erdhë kuha se tash ata e kënë vetë. Sa i përket fshatit Kërnic, i cili sot është pothuajse i braktizur nga rinia, Osmani thot se aty nuk ka perspektiv, e kjo bën që shumica e të rinjve të këtij fshati të marrin rrugën për në Europë. Fshati si fshat këtu më duket fshat pa perspektivë, një jetë e bën, është qetësi, probleme fshatin në kohë, adhin qysh ka në tjera vena, s'ka hajninga, s'ka mos marrveshja, rrohja, dishka s'ka. Shumë mirë është, po perspektivë ky vend s'ka. Së njëten. Mos me pas të ardhna dika, të shumë në shmetu. Kosovën e du, ma shumë se në unë në ta. Po, në Kosovë, si të duhet. Si të duhet. S'ka kushtë, s'ka. Ka punë, nuk i thuhet puna sojnë. Së është puna ja? Me morë vetëm tulla, vetëm pare. Puna i dën reglat, i dën sigurin, i dën pensionin, i dën sigurimin e jetës, i dën... Së është ajo veç me morë pare. Këtu atës janë asë një, asë është në rënë kur heqë. Këna shpresu në Albinin, unë në politikë nuk po do me hinë shumë, adin vetëm si së është në regullë. Kërkon halo. Dikush ka do në qytet, dikush shumë i cajnë në për Evropë. Unë e thash vetë, s'kom doshtë të e po Evropën qësh është, e shka është, edhe gërbetin, s'kom doshtë me marrë thëmin, kom doshtë më rritë këtu, me shku në shkullë këtu, me punu edhe me jetu në vend vetë. Pës nuk o bo, edhe kom pagu poret majme, si thënë, për mi qitë për jashtë, vetë.